Pse ne po futemi në krizë akoma më të thellë tani me zgjedhje, sepse në këtë zgjedhjet janë një zgjidhje juridike, po jo një zgjidhje reale e problemit, sepse edhe nëse tani Albin Kurti merr 10 deputet më shumë apo 10 deputet më nuk e ndryshon fatën, ne kemi prapë të bëjmë me të njëjtën situatë problematik ku duhet të shkohet sërish në zgjedhje. Por ajo që do të mund të ndryshonte ngërshjen politik, që do të zgjidhte ndryshimi i qasjes së liderëve politik ndaj këtij problemi dhe të shohim ndoshta pas këtyre zgjedhjeve mos helbeten ndonjëri prej liderëve politik ndryshon qasjen dhe arrihet deri të zgjidhja. Në këtë rast, problemi është kushtetuta e vendit, e cila nuk është adapt konstruktit ton mental. Do duhet që presidenti të zgjidhej direkt nga populli dhe të mos kishim kriza. Ne do të kemi vazhdimisht kriza sa që do të vijë zgjedhja e presidentit, sepse shoqëria jon është një shoqëri e përqarë, si të gjitha shoqëritë ballkanike, ndoshta edhe më shumë, edhe kushtetuta që është hartuar për Kosovën është një kushtetutë që ka të bëjë me shoqëri moderne, me shoqëri të avancuara, ndoshta për atje për Gjermaninë, për vende, do të thonë, që kanë një demokraci të zhvilluar, për Finlandën, por jo për një vend ballkanik, siç është Kosova. Të gjitha vendet e Ballkanit, zgjedhjet e presidentit e bëjnë në mënyrë direkte përjashtimisht Kosovës dhe Shqipërisë. Dhe ne mund të jemi më budallënjtë të Ballkanit, po s'mund të jemi më të mençurit të Ballkanit që vetëm ne ta bëjmë ndryshe nga të tjerë zgjedhjen e presidentit. Dhe prandaj kemi këtë vazhdimisht kriza sa herë që duhet të zgjedhet presidenti. Zoti Sprahiu, Albin Kurti cilësoi opozitën si fajtore kryesore, pra përgjegjëse kryesore për moszgjedhjen e presidentit. Në këtë rast, kush ishte fajtori kryesor sa i përket krizës politike që u prodhua dhe më pas që çoi në këtë situatë ku tashmë Kosova do të shkojë drejt zgjedhjeve të parakohshme të përgjithshme parlamentare? Tani Albin Kurti atë punë ka, edhe po atë punë ka që të fajsoj Albin Kurtin, por çështja që ndron realisht që ky ngërç përveç asaj që do thotë nëse që thash problemit që imponon kushtetuta e vendit që është jo adekuate për shoqërinë tonë, nëse do të futet në kush janë aktorët dhe fajtorët pse ngërçi nuk mund të zgjidhet, atëherë janë dy gjëra, është kooperacia e tepërt e Albin Kurtit dhe është qyqarllëku i liderëve të opozitës, PDK-s dhe LDK-s në radhë të parë. Jo aleancës, e cila nuk ishte në këtë lojë për shkak të numrit të vogël të deputetëve, ku në fakt aleanca për Radhëmërinë e Kosovës ishte vetëm një parti që kishte qëndrim tamam, sepse ajo kandidoi liderin e saj Ramush Haradinajin, edhe pse gjasat që ai të zgjidhet ishin të vogla për shkak të edhe nëse Albin Kurti do të vendoste të bënte koalicion, po mundej të jepte Ramushit postën e presidentit, nuk i bënte dot numra. Kështu që derisa Albin Kurti u tregua tepër kooperac, liderët e LDK-s dhe PDK-s u treguan tepër qyqar, nuk duke mos kërkuar, mos qenë gjendje të kërkojnë as edhe një kandidat, duke mos qenë gjendje të propozojnë as edhe veten e tyre për president të vendit. Kështu që kjo është arsyeja pse kemi ngërçen dhe tash do të shohim se votuesit kuj do t'ia faturojnë më shumë Albin Kurtit apo liderëve apo opozitës për të ngërç qoftë në fajin ndodhet tek të dy, domethënë të dy se them cilësi, pra dhe njerë po përsëris qyqarllëku të
liderëve të LDK-s dhe PDK-s dhe për kooperacisë të tepër të Albin Kurtit. Po rolin e Vjosa Osmanit, si e shikoni në këtë rast, e cila pas moszgjedhjes së presidentit, pra mos arritjes së një konsensusi për të zgjedhur presidentin, bëri një reagim përmes një video ku në sfond kishte presidentin Ibrahim Rugova dhe apelonte për t'i dhënë fund përçarjes, urrëties dhe për të vendosur interesat e popullit përpara politikës. Në këtë rast, si e shikoni lojën që po bën Vjosa Osmani, e cila në fakt nuk kishte një emër, pra midis atyre që u propozuan për të qenë kandidate për presidente? Ajo natyrisht tani është në fushat zgjedhore dhe në momentin që pa që nuk do të rizgjedhet presidente, ajo filloi fushatën e vet dhe kjo shumë gjëra mund të thuhet dhe mund të thuhen pse nuk i bëri sa ishte presidente, nëse veç që po mundoj ka gjëra për të thënë, por gjithsesi ajo do të jetë një lojtar i fortë në këtë garën zgjedhore dhe do të jetë më, si të them, më skifter se sa liderët të tjerë të opozitës, për shkak të karizmës së saj, për shkak të guximit të saj, edhe për shkak edhe të paskrupullësisë së saj. Ajo ndër të gjithë liderët politik kosovare është më rrupullta nga të gjithë. Kështu që kjo është një ndihmës për të. Si mendoni, apo rikthehet Vjosa Osmani tek LDK-ja, duke qenë se ka zhvilluar një takim pothuajse sekret, por që më pas u përballën edhe me mediat, me kryetarin e LDK-s Lumir Abdixhikun, ku theksuan të dy se ishte një kafe me smish. Në këtë rast, Vjosa Osmani po rikthehet tek LDK-ja, apo çfarë loja po bën në këtë rast? Jo, ata janë në negociata për të shkuar, domethënë në garë zgjedhore, unë besoj si një koalicion në mes një liste që do ta përpiloj Vjosa Osmani dhe LDK-s. Ky do të jetë, besoj, epilogu i këtyre negociatave. Do të jetë një marrëveshje mes tyre, kush do të kandidoj, po me sa kandidat lista Vjosa Osmanit brenda LDK-s, në cilë numrat do të pozicionohen e tjera, edhe pse numrat, domethënë, nuk është të vendosësh në fillim që të zgjedhësh. Ti mund të zgjedhësh edhe në deputata nëse je i fundit në listë, edhe mund të mos zgjedhësh edhe nëse je i pari në listë, por pak a shumë edhe kjo renditje ka një efekt psikologjik para votuesve, kështu që prandaj po bëhet edhe betejë mes tyre se çfarë kush ku do të pozicionohet. A ka, po themi, një lëvizje kundër Albin Kurtit, në këtë rast të Vjosa Osmanit, dhe nga ana tjetër Albin Kurti, po themi, nuk e duron dot më Vjosa Osmanin, pra a ka i përplasje midis tyre? Natyrisht që ka përplasje, jo sikur mos ekzistonte kjo përplasje, të paktën Albin Kurti ta rikandidonte sërish për presidente, por nuk e bëri për shkakun e thjesht që ajo përplasja veç se kishte filluar dhe Albin Kurti e dinte se po të zgjedhej Vjosa Osmani, rizgjedhej presidente, gjithë mandatin e saj do ta shfrytëzonte për të sulmuar Kurtin, kështu që ai e hoqi me kohë. Ai e tradhtoi atë para se ajo ta tradhtonte Kurtin. Thjesht tani në këtë betejë politike, natyrisht që shigjetat e Vjosa Osmanit do të drejtohen kundër Albin Kurtit, sa më shumë, sa më ashpër që do të targetoj, do të sulmoj, aq më shumë të saj që të korë sukses në këtë zgjedhje. Si mendoni, a do të jenë zgjedhjet e 7 qershorit një zgjidhje për situatën politike në Kosovë, apo Kosova po shkon drejt skenarit të Bullgarisë, ku ka hyrë në një cikël të tillë krize politike që vazhdimisht mban procese zgjedhore? Fatkeqësisht
gjasat të mba, më stëm 99% janë që futemi në vorbullin e ciklive zgjedhore të pafundme, me institucionet të përkohshme, dhe jo vetëm po të ndodhë çuditëra, atëherë mund të kemi një qeveri dhe president pas tyre zgjedhjeve.